dërgesat me të cilat diaspora është duke kontribuar në shumë familje në Kosovë janë vetëm maja e icebergut. Ne duhet të marrim në konsiderat edhe rolin e diasporës në investime direkte, në transferimin e njohurive, në krijimin e lidhjeve të biznesit, lidhjeve kulturore dhe ndërtimin e imazhit të vendit tonë. Për këtë unë jam shumë mirënjohës e posaçërisht për të gjithë ata anëtarë të diasporës të cilët erdhën nga jashtë sot në këtë ngjarje që manifeston lidhjet tona të forta. Qëllimi i kësaj konference është për të diskutuar dy çështje: se si për të lehtësuar më mirë investimet e diasporës Kosovë dhe se si bizneset nga diaspora mund të përfitojnë nga fuqia punëtore në Kosovë. Më lejoni shkurtimisht të prezantoj fushën e migracionit për motive punësimi, pasi që ky proces është trajtuar gjërësisht gjatë vitit 2015 në ministrinë tonë. Përpjekjet tona të vazhdueshme për të diskutuar çështjen e migracionit të punës, sidomos duke u fokusuar në kontributet e punonjësve kosovar që mund të ofrojnë vendeve të tjera, kanë qenë të ngjeshura, si diskutime me ministrin Müller, me ministrin Nalles, vizitën sekretarit Asmussen, përkrajen e ambasadorës Vic, përkrajen e ambasadorit Gjakaliu, kanë kulmuar në rishikimin e rregullore së punësimit që lejon kosovarët në kushte të caktuara të hyjnë në tregje gjermane të punës nga janari vitit 2016. Ne konsiderojmë këtë si një sukses të madh të përpjekjeve tona të vazhdueshme për të gjetur një zgjidhje më të mirë për punëtorët kosovar që kërkojnë punësim të përkohshëm jashtë vendit. Në shumë diskutime bilaterale me kompanitë e diasporës kemi mësuar për interesin e lartë të bizneseve për të shfrytzuar këtë mundësi të re ligjore, si dhe për nevojën për informacion të mëtejshëm rreth këtij procesi. Për t'i përgjigjur këtij interesimi dhe pyetjeve, për të lehtësuar një diskutim të frytshëm, kemi organizuar këtë ngjarje, e cila erdhi vërtet me mbështetjen e partnerëve të shumë të cilët janë ulur këtu në mesin tonë. Jam shumë i lumtur që sot mund të mirëpresim mysafirët tanë nga shërbimi gjerman i punësimit, që do të kontribuojnë në prezantimin e kuadrit ligjor të rishikruar për të mbuluar të gjitha aspektet praktike në mënyrë që ky proces të jetë i suksesshëm. Jo më pak e rëndësishme, Agencioni Federal i Punësimit do të kontribuojë në ekipin e tij në panajirin e punës që do të mbahet nesër, duke prezantuar edhe vendet e lira pune në Gjermani. Dhe kjo tregon potencialin e migrimit qarkor që mund të ketë, qoftë për potencial për individin, për vendin e origjinës, këtë rast Kosovën, si dhe vendin e destinacionit Gjermaninë. Panajiri punës është organizuar nga Dimaku dhe Oda Gjermane dhe për këtë doja të falenderoj shumë për të disatën herë, i cili shpalos bashkëpunimin të shkëlqyer mes institucioneve tona. Unë do të doja të shpreh edhe falenderimet e mia për të gjitha institucionet dhe individet që kanë kontribuar që kjo ngjarje të ndodhë. Ne kemi arritur të kombinojmë dy tema të rëndësishme të cilat janë të ndërlidhura: investimet dhe migracioni për motive punësimi. Është prioritet i qeverisë së Republikës Kosovës për të lehtësuar krijimin e vendeve të punës. Megjithatë, në shekullin e 21, veçanërisht në sfondin e integrimeve evropiane dhe lëvizmërisë së punës, migrimi qarkor është bërë një çështje gjithnjë e më e rëndësishme. Ne jemi të bindur se migrimi qarkor mund të kontribuojë për më shumë investime në Kosovë dhe anasjelltas. Është koha që të shfrytëzojmë momentumin e krijuar nga MSA-ja dhe mundësinë që ofron liberalizimi i vizave. Është koha që të shfrytëzojmë interesin në rritje të investitorëve gjerman dhe investitorëve tjerë evropian. Është koha që të angazhohemi dhe të punojmë më ngushtë me institucionet e vendeve anëtare të BE-s dhe institucione tjera evropiane. Janë krijuar rrethana të cilat mundësojnë ekonomisë së vendit një bumë zhvillimor dhe për këtë duhet të japim rastin dhe t'i përkrajmë investitorët. Gjithashtu, theks të veçantë duhet të investojmë edhe në aftësimin profesional. Ju uroj për një konferencë të mirë, diskutim të gjallë dhe të fryshëm dhe shpresoj që do të arrijmë përfundime të cilat do të kontribuojnë në zhvillimin e vendit tonë.